Kronologjia që prezanton Kurti është e saktë, do me thonë, pa formuar kuvendin, s'mund formuar as institucion tjetër. Pa konstituar kuvendin, s'mund miratohet buxheti, as marrëveshje ndërkombëtare dhe pastaj s'mund as presidentja. Por nga gjitha ajo që shihet kronologjia e rrethonave të ngjarjes, unë do të isha i habitur nëse ai nuk e propozon presidenten Osmani si kandidate për një mandat të dytë. Kalkulimet politike pastaj janë pa parashikueshme të çdo lloj situate të ardhshme, por do të isha shumë i habitur. Pse i habitur, pra Hasan Papaj? Nuk është që Vjosa Osmani në ndërkohë kështu nuk ja ka dhënë ndonjë plakaresh për shua edhe Kurtit, i po thënë po luan bigjoz me aleatët. Ka pas afrimitet mjaftueshëm, po edhe distancë mjaftueshme kur ka qenë nevoja, dhe unë besoj që një ekuilibër si do kudo, me të mirat dhe të këqijat, me ups and downs tyne, po kanë ditë të luajnë një rol edhe distancës të mjaftueshme, po edhe të bashkëpunimit të domosdoshëm kur ka qenë nevoja. Dhe unë zbesoj që kalkulimet politike çojnë në një situatë ku Kurti mund ta përballoj edhe një kaos të ardhshëm politik, duke hyrë në betejë të reja politike, duke largu, se ka dy mënyra, ose e bën presidenten Osmani, e propozon me seriozitetin e tij për ta bërë, ose pastaj automatikisht i bie që e kalon taborin e kundërshtimit politik, sepse presidenti Osmani ka qenë e qartë, praktikisht e ka shpallë kandidaturën vetë, ka thonë që unë e dua dhe një mandat të dytë, do të vazhdoj punët e mira dhe do të bëj çdo gjë të mundshme që t'i bind që të vazhdoj një mandat të dytë. Tash nëse nuk arrin që t'i bind, i bie që s'ka arrit me bind mas pari partinë më të madhe që i ka të gjitha kartat e nevojshme në dispozicion për me zgjedh presidentin. President zgjedhet vetëm ai që don Albin Kurti sot. Askush tjetër. Pra, nëse kryeministri Kurti dëshiron me zgjedh Vjosa Osmanin, presidenti e zgjedh. Nëse nuk dëshiron, nuk bëhet. Vjosa Osmani 3-4, pra është një video ku Vjosa Osmani e godet në kuvend për çështjen me aleatët dhe i thotë se po luan bigjoz. Pra, për ta kontekstualizuar gjithë bisedën edhe atë se çfarë tha zotëria Hasan Papaj. Historia politike na mëson se dobësimi i aleancave ose partneriteteve është një gabim strategjik. Të punosh bashkë me ata që na ndihmuan ta kemi lirinë e shtetit asnjëherë nuk është nënshtrim e as shantazhim. Unë besoj fuqishëm se forca jonë më e madhe qëndron pikërisht në partneritetet tona. Aleancat mes shteteve janë më të mëdha e më të rëndësishme se sa cili do prej nesh si politikan apo cila do palë zgjedhjesh. Ato janë gur themel i sukseseve tona dhe investim në një të ardhme ku Kosova do të jetë anëtare barabartë në komunitetin euroatlantik të kombeve të lira. Aleancat janë këtu për të na mbrojtur. Prandaj vënia në rrezik e tyre, luajtja bigjoz me to apo cënimi i tyre, e cënon vetë mbrojtjen e Republikës sonë. Hasan Papaj, shkurt e kam me ty. A i përballon Kurti çto kritika, pra kur zonja Osmani thotë po luani bigjoz, sepse kjo ishte se çfarë në ato rrethona ku ka qenë kulmi i rënjes së raporteve me aleatet kryesor, që Kurti në atë kohë ka luajtur me një strategji që nuk ka dëgjuar ndërkombëtar dhe ka njeh një politik që e cila doli të jetë e suksesshme për të dhe për Kosovën. Ka luajtur deri në kartat më të fundit në këto raporte. Pritni ju që presidentja dali dhe të duartërkazit e tonë që po shumë mirë ja u kemi botë dhe t'i njekim gjithë nga këtu, sigurisht që unë besoj që ka luajtur rolin e duhur në ato momente dhe është dashur të jetë ky reagim. Dhe unë besoj që nuk i ka bërë dëm as Kurtit e aq më pak Kosovës me këtë reagim. Në atë kohë, përkundrazi, koha pas tyre deklaratave e dëshmoj që veç i ka bërë mirë Kosovës. I ka bërë, po s'u jogon koordinim, nuk e di ju na kanë qenë koordinim. Po vesh, do të s'ka mujt me pas mirë. Jo, nëse kanë qenë koordinim do të ishte edhe më mirë. Nëse kanë qenë koordinim, mund ma beste, por po të kishin qenë koordinim që të luajnë të dy role, do të ishte edhe më mirë në fakt. Nuk e di. Por unë besoj që reagimin atë kohë, kjo i bie që si president, në këtë rast, rolin, presidentja Osmani e ka luajtur kur është dashur ashtu siç duhet. Unë besoj, mendoj të paktën kështu, që pra e ka pas gabim. Do të vazhdoj ta luaj. Ti po thotë që kryeministri u dëshmoi që e ka pas mirë, atëherë s'ka luajt bigjoz me aleatë të drejtë. Atëherë presidenti e ka pas gabim. Njeki një politik
një politik, dhe e dim në çfarë konteksti historik ka qenë ai moment kur janë dhënë deklarata, një politik goxha konfrontuese me partnerët ndërkombëtar. Qeveria Kurti në atë kohë. Dhe presidenti doli dhe mbrojti aleancën me partnerët ndërkombëtar. Dhe unë besoj që i ka bërë mirë Kosovës me këtë reagim. Dhe